Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë historinë e një nëne të divorcuar fatkeqësisht, 55 vjeçaria nga Mallakastra me emrin Sose. Nëna e një djali, e cila le të themi u braktis nga partneri i saj përpara 16 viteve. Ka ardhur në këtë studio për të rrëfyer jetën e saj të vështirë, por padyshim kërkon që zëri i saj të dëgjohet nëpërmjet ekranit të Report TV. 55 vjeçaria ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Ke vendosur të jesh me imazhin e mbuluar, ke frikë se paragjykohesh nga shoqëria ku jeton vendi, qyteti i Vlorës? Po. Ne jemi një shoqëri paragjykuese dhe mua shpesh më ndodh që me personazhet e mi, të cilët i kam në studio, paragjykohen. Është e vështirë të ndalohet kjo gjë në shoqëri, jo vetëm shoqëri shqiptare, po kudo, paragjykimet janë dhe shpeshherë personazhet e mi ndihen të lënduar kur përballen me fqinjët, përballen në vendin ku janë dhe ata ndoshta me fjalorin që përdorin i lëndojnë këta njerëz që gjejnë si shpresë, si mundësi të vetme dritaren e Pa Gjurmë për të kërkuar që zëri i tyre të dëgjohet. Unë shpeshherë kërkoj edhe nga stafi im që komentet në kanalin tonë në YouTube të mbyllen, pasi shumë njerëz të cilët hyn dhe i shikojnë videot, jo vetëm që nuk mund të ndihmojnë me informacione apo ndoshta të japin një mesazh pozitiv, energji pozitive këtyre njerëzve, shpesh shpërthejnë në fjalë ofenduese dhe kjo është për të dëshiruar. Por ky është realiteti dhe e pamundur për të ndaluar rrjetet sociale dhe një lum komentesh që njerëzit bëjnë negativisht. Ndoshta në emrin tim shumë njerëz shajnë dhe bëjnë, por unë jam mësuar me këtë punë dhe nuk më bën më përshtypje se çfarë shkruajnë njerëzit ndaj meje. Ajo që mua vërtet më dhimbset janë personazhet e mi, të cilët përballen për herë të parë me një studio televizive, përballen për herë të parë me opinioni publik dhe ndihen të lënduar. Ndoshta shumë njerëz sot që na ndjekin mund ta kuptojnë se një fjalë e tyre mund të lëndojë një zemër nëne dhe uroj që ditën e sotme në emisionin e kësaj zonje të ketë vetëm komente pozitive dhe të ketë energji pozitive për ta ndihmuar 55 vjeçaren. Por përpara se unë të nis intervistën me të, ajo të tregojë jetën e saj të vështirë që ka bërë që shpesh nëna e bëj në këtë studio, dua të prezantoj fillimisht një material që kolegja ime Klaudia ka përgatitur për 55 vjeçaren nga Mallakastra dhe rikthehemi në studio. Një histori jete që nis me një martesë me mbledhërinë në Selenicë të Vlorës dhe përfundon në një ndarje në heshtje. 55 vjeçaria Sose u martua në moshë të re me një burrë që kishte qenë më para i martuar. Fillimi i bashkëjetesës ishte i vështirë, pa dashuri e pa njohje të mirë mes tyre, por ajo shpresonte se me kalimin e kohës, marrëdhënia do të përmirësohej. Pas disa vitesh jetese në Shqipëri, çifti vendosi të emigronte në Itali në kërkim të një jete më të mirë. Për disa kohë çdo gjë shkoi mirë dhe familja u stabilizua, por me kalimin e viteve nisën tensionet dhe ngrindjet. Marrëdhënia mes çiftit u përkeqësua ndjeshëm, duke arritur deri në kërcënime dhe mosmarrveshje të ashpra. Konfliktet u shtuan dhe ai e braktisi Sosen dhe djalin e vogël, duke i lënë vetëm në Shqipëri. Pas ndarjes, gruaja u kthye në Mallakastër në shtëpinë e nënës, ku u përkushtua plotësisht në rritjen e djalit. Burri ndërkohë u largua përsëri në Itali, ku pas një viti kërkoi zyrtarisht divorcin. Pas asaj kohe me syre nuk pati më komunikim. Sose jetoi për vite të tëra me sakrificave dhe vështirësive, duke u përpjekur të ndërtonte jetën nga e para. Djali i saj nuk pranoi kurrë të shkonte te jati pa të ëmën, ndërsa familja e burrit humbi çdo kontakt me të. Kjo është historia e 55 vjeçares me emrin Sose Dashumish nga Mallakastra. E dashur Sose, sot jeni 55 vjeç dhe jeni martuar para sa vitesh? Sa vjeç keni qenë? Në 28. 28 vjeçe. Po. Nga Mallakastra dhe shkove nuse në Vlorë. Në Selenicë të Vlorës. Në Selenicë të Vlorës je martuar. Po. Si ka qenë, njohje me dashuri apo mbledhëri? Mbledhëri. Me mbledhëri. Po. Kush u njohu, le të themi, me partnerin tënd? Një fshatari jon. Ju pranuat? Hase është qytet, edhe thash... Nuk i dhe ko vetës... Ti benja dhe zanat vetës time, dipja për zanatin tim, thash do futesha me në punë, se kisha bërë kurs për roba qepse.
A, ju jeni robaqepse në profesion. Po. Por Edhe ju për nuk këtë e pranova. Duke datë kodë vetes, ta njini të person dhe të dashuroni dhe pastaj të Kërkoj të martoheshit. vetë ata. E kërkoj të vetë brana muaj të martoheshim. Ka shpejt je martuar? Ka i shpejt. E kërkoj të vetë, edhe mamaja ime faktike nuk donte, por e bindë. Ase është punon të në minjerë, është i vetëm, ishte ndarë, kështë blerë shtëpi, A, kështë patu një martes bashorti juaj. kështë pasur, unë nuk e dinja. Më thosh që ishi fijuar, nuk më thaj që kam qenë martuar, nuk më tregoj. Le të themi ca sekrete nuk u treguan që në fillim të kësaj njohje. Nuk u treguan. Por ju pranuat, ju nuk e dashuroni në fillim sigurisht, nuk Jo. duash një njeri sa e Jo, shikon. jo. Por ju menduat që ndoshta largimi nga fshati në qytet do të jepte mundësi Po. për të jetuar më Për të mirë dhe jetuar të më kryer mirë. familjen. Po, se ishim edhe vajca kështu të vojtura, në fshat, edhe këte, thamne, Por u zgënjeve. o shgënjëm. Po, Nëna nuk ka dashur që në fillim. nuk e donte, i tha, Se? ti vlajta ti, i tha që nuk e japë qupën. A i ngulli kem, tha, po qam plaka, jo andej po këtej, u bindëm, pasaj. Nuk e di se si na bindi, as vetë këte nuk e kuptojmë. Për një muaj ju martove, sa herë Për një takove muaj u përpara se të martoheshe? As njëherë vetëm kur erdhi ditën e që bëm një shkëmbim buke, një paraparje. Dhe të mori që atë ditë? Jo, bëm një paraparje prend ditën, në filan datë, Pra, Për një vetëm muaj- një herë takove burrin tënd. vetëm një Atë herë. ditë le të themi që u shkëmbye kafja mes Po, dy familjeve. po. U prej një datë e caktuar dhe ti atë ditë shkove nuse. Po. Kam shkuar nuse, ndeja Unë- një javë të vjera, dhe i ka shkova në shpitime. Ka qenë e vështirë fillimi, sinqerisht, ndoshta s'dua të lëndoj, por shpesh zonja, grama tregojnë historinë e jetës së tyre që nuk e njeh burrin. E pash vetëm një herë dhe shkova më një herë nuse. Po, Unë besoj që këto femra e kanë pasur shumë të vështirë. shumë. Të shkosh të martohesh me një burr që ditën e parë të ndash krevati me një burr që nuk e njeh, do jetë një tmerr, besoj. Të merresh. Ka qenë e vështirë për ju. Shumë e vështirë. Ne 6 muaj iku në Itali, shkoj në Sicili, bëri dokumentat, ndaj një vit e gjysmë pa ardhur, unë ndeja të vjera, pasaj bëre dokumentat e mia e mori dhe mua në Itali. Do ma tregosh dhe jetesën tënde në shtetin italian për të kuptuar se dhe çfarë ndodhi me ju më pas e dashursose, por kur shkove nuse javën e parë qëndrove te Vjera. Një javë. Si ishte ajo java e parë? Një vajzë, le të themi që vite nga fshati në qytet, Shumë mirë. marrëdhëniet kanë qenë të mira mes teje dhe Vjerës. Brenda një jave, qa do dhjeshe brenda një jave, shumë mirë ishëm. Jo brenda një jave, po thuj të 6 muaj. Ishin shumë mirë. Ju ishit 28 vjeç, ndërsa ai sa vjeç? A ishte 35. 35 vjeç. Po, Pas një jave fillove jetesën së bashku me burrin. pas një jave, po. Nuk e qëndruar shumë, sa ai emigroi dhe shkoi në Itali. Një javë ndeja me Vjerën, pas e i kanë shpitime. Dhe Dhe ndej 6 muaj me të. në ato 6 muaj, le të themi, nisi jetesa juaj, martesa juaj, filloi të lindte dashuria ju për atë dhe sigurisht dhe për personin në fjalë për ju. Çfarë ndodhi më pas? Ti vendose të vije dhe ti në Itali të jetoje në Sicili? Jo, a i beri dokumentat në Sicili dhe vajtit në një qytet tjetër në zonë Ancona. Po, në Një Ancona, qytet të vogël në Tolentino, provincë, e qartë? provincë. Edhe ati ndaj një 8 vjetë ndaj në Itali. Por si ka qenë martesa jote? Shumë mirë, Ju sot një jetë vetëm një djalë. një djalë. Djalin e kam litë në Shqipëri. E ka marrë, do me thënë, djalin e ka marrë një vjeç e gjysmë në Itali. Pse ai ju la 7 zën dhe iku në Itali? A i ndej një vit e gjysmë, ndej 6 muaj, iku në Itali, beri dokumentat në Itali, u kthye. Ndej një 2 javë, iku prap në Itali, kur u kthye prap se prap, ngella Shazan. Shkoj, beri dokumentat, më mori dhe mua. Dhe kur ju pa isët me dokumenta, Në 2000-shin. në vitin 2000, kur ju pa isët 2001 kam iku në Itali. e qartë, kur ju pa isët me dokumenta në shtetin italian, le të themi kishte ardhur një jetë fëmia, Isha. djali dhe ishte një vjeç e gjysmë. Ishe një vjeç e gjysmë. Po më tregon që jetesa ishte shumë mirë në Itali, marrëdhënia jote me atë ishte shumë mirë. Shumë mirë. Por sa vite konsumuat bashkë martesë? 11 vjetë. Por çfarë ndodhi pas 11 viteve? Pse shkuat në divorc? Po kur u martuam nuk më tregoj që më tha që kam blerë shtëpi.
I kam bler 4 milion, tha, në pallat, në kat 5. Në Selenicë. Në Selenicë. Edhe vjen gjitonja, kisha për derë, se hyni me dilim vazhdimisht me njëra tjetën, kaloni mirë. Edhe i tha, Reshata, po ti tha, ke hedhur shtëpinë në emrin tënd, se kishte marrë shtëpinë e vllajtia, kishte bler shtëpinë e vllajtia. Po. Kishte qenë vllajtia në atë shtëpi. Jo, tha ai. Po hidhe, tha ajo. Edhe unë i thash, po ti se kam bler shtëpi, thashu. Po i kam bler, tha, po se kam hedhur akoma, tha, da hedhim sa kur të vim prap, tha ky. Ikëm në Italinë, kur të vim prap, do ta hedhim sa ky. Sa herë që vinim në çdo vit ne vinim në Shqipëri, se unë çoja djalin kopësh, mbaronte kopshin në Qeshor, vinja në Shqipëri. Isha. Si çdo emigrant I kalonja pushimet ku dhe nana ime, 3 muaj. Në Mallakastër. Në Mallakastër. Edhe i këtu ti hajde tu, hidhe shtëpinë në emrin tu, atë në emrin tënd, kur të vim prapë se na s'kemi kohë. Dhe këto konflikte për pjesën e banesës nisën kur, konkretisht, çfarë viti? Ose pas ka viteve martesë? Në vitin e fundit që ndam, se më tha, tha, se do marrë shtëpi, tha. Do marrë, thash. Po, para një muaje, do me thënë 2-3 muaje, nisën konfliktet. Vetëm për këtë shtëpi? Jo, për shtëpi. Nuk e di, ku e pati, po më thosh që unë të nxjerr në rrugë, vinte ndrek në shtëpi, hante bukur, punë e kishe shumë afër, 100 metra larg. Po, hante drekën, pinte kafen, ndehë çanën e brezit në kraqë, e kapele në kokë, më tha mua, kur doli te dera, tha, unë të nxjerr në rrugë, tha, të nxjerr jetën, më tha mua. Po ja thashëm, po që mua bet, po që çpati, thashëm. Nuk i fola, si ktheva përgjigje. Pas 10 viteve martesë, në vitin e 11 nisën konfliktet, po më tregon, një burrë që pa pritur t'i thoj gruas unë të nxjerr në rrugë, është pak e habitshme. Po për këtë u habita dhe unë thashëm, po që çpati. Se bukën e gjetin tavolinë nuk ishte na i mangësi në shtëpi, që të thoshe ashtu. Edhe, si mbaroi shkollën djali, në Qeshor, më tha mua, para se të mbaronte shkollën djali, më tha, mori në telefon, tha, e more djali në shkolla, e mora, tha shumë. Haj beu gati, tha, se do dalim. Qëm djali në gjerdin për të lozur. Miri, tha shumë. Në gjerdin, në qoj, më tha mua lartë, tha me djalin, tha qoj lartë tek sporti, edhe vetë u këthyë tek një bar lokal, mori një bodile ujë. Po. E unë isha urën në stol, djali po loste, erdhe kjo urën në stol, e më tha mua, tha se do vesh me Shqipëri. Po, thashmë, do vete, se do vete. Do vesha. Po, së më qoj me të mirë, thashmë, do më qosh me polici. Se kisha dhe mendje, ne kisha mendje top, që më tha të nëzirë në rrugë të nëzjetër. Më dyshova. I thash, po s'më qove me të mirë, do më qosh me polici, thash. Ashtu tha e mi, po këta nuk da marrë shta për djali. Djali tha vetë, tha, unë do i me mami, tha. Ja të u përgjigje në sytë ati. Dhe shpërthyen konfliktet mes teje dhe burrit. Por nuk arrite dot të gjej një gjuhë të përbashkët, ndoshta i thaj një fjalë gabim, nuk mundet dot që situatën ta shqetësoje dhe mos ta agravonte që të shkonte deri në divorc. Nuk e durova dot me. Çfarë ndodhi atë ditë në stol? Sepse aty ka nisur. Aty ja kaq. Po s'më qove aty u nxeja ai kur i thash unë që po s'më qove me të mirë do më qosh me polici, thash. Dhe ju shkuat në shtëpi atë natë? Jo atë natë. Pas një jave. Pas një jave, mirë, tha i të qoj unë, tha i, po unë do qoj një gurë në zemër, tha, e se i tha djalit këte nuk da marrësh, a i tha unë do iki me mami dhe na pruri në Shqipëri. Se ti kërkove ndarjen? Jo, si kërkova ndarjen, u tha veta, i gja e mirë, tha shumë, do më qoj Shqipëri, hajde qomë. Pra pas tyre konflikteve, le të themi ti kërkove të vje në Shqipëri dhe ai të solli në Shqipëri dhe të la aty? Dhe më la aty edhe iku. Dhe nuk u kthye më? U kthye vinde që takonte djalin. Jo, nuk u kthye më për ju braktisni? Jo, për ne jo. Ti qëndrove te nëna jote? Te nëna ime. Ati jam edhe sot. Por, ndalemi pak, Sose, dhe sinqerisht më vjen shumë keq. Në momentin që bashorti të solli në Shqipëri, ti nuk i kërkove ndarjen, i kërkove të shkoje te nëna? Jo, si kam kërkuar ndarjen. Të takoje nënën tënde, a i të la aty dhe nuk u kthye më. A fole ti me burrin tënd në atë kohë? A kërkove ti që të riktheshe prapë në Itali te familja, te shtëpia? Jo, si kërkova me. Edhe ju doni të divorcoheshin në atë kohë? Po donja se ma të laf më tha të nxjerr në rrugë, të nxjerr, unë si isha rrugëve, të nxjerr ai në rrugë. Ka qenë një fjalë në nxehtësi e sipër që ta ka thënë apo? Mase atë mendje ka pasur ai.
Ti mendon që pas 10 viteve që ti ishe bërë nën, ai mund të shfryzonte në Itali në ato kohë? Frikën e kisha se unë vetëm isha, vetëm 20 burrit kisha ndej. Ku do kërkoja ndihmë? S'kisha as motra as vëllezër ndej. Asnjë. Por me njerëzit e burrit, a e diskutove në ato kohë konfliktin që Se kishte mirë muhabeti me motrat e me vëllezit ai. Jo, ju si nusa, a folët me kunata tuaja? Jo. Nuk Asnjë. diskutuat. Jo. Por pse ky mos besim ndaj partnerit kur jetove 10 vite me atë? Mos Kishte besimi frikë që që për këtë që më tha të nxjerr në rrugë të nxjerr. por kur erdhe në shtëpi dhe fole me nënën tënde, Muhabeten ai me se si kisha thënë gjë as telefon. Si kisha thënë gjë fare, do ikim. ai të solli në shtëpi tek nëna të la aty, i komunikoi diçka nënës tënde? Ai mama ime zinte gjë dhe po profilësh të bende drek. Po të respektonte dhëndrin, e qartë. Do respektonte. E beri motra ime i beri kafe. Ai më tha mua gëzuar o grua. E thash unë grua është. Kaq i thash. Unë ngrit çka keni than kuriku tha, më tha mamaja mua. Po ngreu më tha mua për cilë burrin. Jo thash unë nuk ngrihem. Kaq. Por ndoshta e keni kërkuar ju ndarjen. Dhe jo ai. Kur bëm gjyqin se më hodhin gjyq mua ai. Pas sa viteve, le të themi, ai kërkoi divorcin. Ju drejtua gjykatës të kërkonte divorcin. Ai do me thënë pas një viti. Pas një viti. Por në momentin që ti nuk dole ta përcjellje burrin, u kuptua qartë që ti nuk doje të vazhdoje më jetesën me atë. Po. Ai u kthye në Itali, në Ancona, ti qëndrove në Mallakastër tek shtëpia e nënës tënde me gjithë djalin atë kohë. Por gjatë këtij një viti, përpara se çështja të kalonte në gjykatë dhe të ndodhte divorci, ti nuk e more asnjëherë në telefon? Mirë të vete që fliste me djalun, se mora asnjëherë. Sose e ke dashur ndonjëherë atë burr? Pa zemër e kisha. Se më gënjeu, më mashtroi. Pra ti nuk je dashur asnjëherë me atë burr, ndaj e preve kaq shkurt, Po. le të themi martesën tënde, një fjalë goje që ai mund të ka thënë atë ditë, ti vendose të ndaheshe. Po. Se nuk e ke dashur. Ma theu zemër se këtë fjalë më tha dhe unë... Të kërkoj pajtim, të kërkoj falje, të kërkoj pajtim? Jo, nuk kërkoj. I thoshe djali, se i thosh djali do vishë të babi, a i tha me mamin i tha djali. Jo, ajo, thosh. E qartë, a i telefononte nga Italia se kishte djalin dhe do fliste me të birin e vetë. Po. Por juve nuk u kërkoj asnjëherë që të ktheheshit në Itali, ta falit njëri tjetrin dhe të vazhdonit martesën. Jo, nuk kërkoj. Por njerëzit e bashkëshortit, Vjera, kunata të telefonuan pas ndarjes? Kunati vogël erdhi të takoj djalin me gjithë burrin e motrës tia. Më erdhi një ditë në takoj djalin, o anxora djalin e takon e ikën. Vetëm kaq. Vetëm kaq. Dhe pas një viti, partneri juaj, pra burri, i drejtohet gjykatës dhe kërkon divorcin. Ai më akuzoi për arsye se nuk i nxjerrja djalin për takuar. A, të denoncoj ty? Më denoncoi ai mua se nuk më jep djalin për takuar. Djali i tha unë e kam takuar sa herë që ka ardhur. Edhe unë këtë i thash, edhe jo se e gënjeva, po ashtu ishe vërtet. Ja ai sa herë që vinte, unë janë nxjerrja djalin takonte. Por çfarë vendosi gjykata në divorc? Që kujdestarin ta mbaje ti të djalit, ai kishte detyrimin ushqimor. Po, e pyetën vetë djalin ata me ka dorrish, djali tha dorri me mamin. Dhe babai kishte të drejtat e takimit dhe detyrimin ushqimor. Ja herë nuk erdhi me ai pastaj. Pse nuk e takoi më djalin? Jo, se ka takuar. Sa vite u bë që djali nuk e ka takuar babain? Ka 13 vjet, 14 vjet. 14 vite? Që se ka takuar. As nuk flet të telefon? Jo, më thot. Sa i është i rritur sot, e qartë. Por, momentin që ti undave dhe me gjukat, ligjërisht, gjukata pa dyshim që përveç datë... Me ligjërisht nuk jam darë se kur më thanë mua, unë i thash, e kam baban e djalit. Nuk pranova ndarje. Divorcin. E dashur sose, ndoshta po luaje me babain e fëmijës? Po, kisha në qikë frikë fakë se më mirë të djalin. Për këta e thash. Sepse dhe i kërkove ndarjen, edhe vajte në gjukat e ktheve, nuk dua të divorcohem. Jo, unë nuk i kërkoj të ndarjen në shtëpi, në gjukat e hapi ai gjyqin. Po, nëse një burrë e një grua nuk jeton në të njëjtën shtëpi, janë të ndarë, nuk është nevoja të rinë ligjërisht të martuar. Ligjërisht nuk jemi ndarë. Ligjërisht ende nuk jeni të ndarë. Jo, akoma. Pa të lënduar dhe pa të paragjykuar,
Mendon se ke gabuar pak me ish burrin? Them se s'kam gabuar fare. Se nash një femre vetëm me një burr që mashtron edhe gënjen, si mund ta besoja me? Përveç gjithë këtyre mashtrimeve që tregove ditën e sotme, ai të ka mashtruar edhe herë të tjera? Le të themi dhe u bë i padurueshëm që ti të jetoje me atë Por njeri? nuk më tregoj që kish qenë martuar. Nuk më tregoj se kish qenë dhe në burg. Nuk më tregoj. A, kishte bërë dhe burg përpara. Më thanë të tjerët që ka qenë 8 vjet. Unë nuk e dinja. Për çfarë ishte dënuar? Për vjedhje. Le të themi, kur ti fillove të jetoje me këtë njeri, zbulove vit pas viti shumë gjëra që u ndjeve keq. Po. Edhe motretia ishte ajo që më kishte thënë një herë që ai tha edhe të shtëpia jote ka ardhur ka vjedhur. Të shtëpia në nënës tënde? Po, të shtëpia nënësime. Ma ka thënë motretia. Por kur ti e ke diskutuar me burrin tënd, ai ti ka pranuar të gjitha këto? Nuk ja kam thënë. Nuk e ke marrë guximin. Jo. Ndaj e lënduar dhe vendosi që mos ta ndiqje më atë burr drejt Italisë. Po. Ky është edhe shkaku që atë ditë që nëna të tha çohu dhe përcille burrit, ti mohove. Unë e mohova. Po. Nga i moment u shkëpute përfundimisht. U shkëputa. Ai vajti në Itali, nuk u ndat ligjërisht, jeni ende të martuar të dy. Po, ende të martuar jemi ligjërisht. Ai nuk u martua. Ai është martuar. Bashkëton se martes nuk... Ndoshta nuk e di, po më ka thënë që është i martuar. Bashkëton se derisa është i martuar ligjërisht me ju, nuk mund të bëj dot një martesë të dytë, por mund të bashkëtoj me një tjetër grua. Por ju vetë e vazhduat jetën, u martuat? Jo, unë thash do rris djalin. Dhe nuk u martove. Nuk u martova. Por gjatë këtyre viteve, 16 vite që jeni ndarë, nuk janë pak, në ato vitet e para, derisa djali mbushi 18 vjeç, a ndihmoja ime shumë aparash, u kujdes për të birin? Rrallë, kur vinte, i jepte na 50 euro. Por jo se ka kontribuar në Jo, nuk ka kontribuar. detyrimet ushqimore. Jo. Ka kaluar 16 vite, pse e mban këtë martesë ligjërisht? Po, nuk kam pasur gjendje ekonomike që të hapja gjyq. Tani je plotësisht e bindur që mund të ndash ligjërisht, ai djali nuk ta merr dot më se djali është bërë burr. Po. Por për shkak të ekonomisë, ti tani nuk e bën dot divorcin. Po. E dashur sose, më lejo të bëj një shkëputje në këto momente, më duhet kaloj në një këshill mjekësore, në reklama, dhe rithemi sërish bashk live. Jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi sërish bashk live, kur sot me mua në studio një nën, një 55 vjeçare nga Mallakastra me emrin Sose, e cila ka ardhur dhe po rrëfen historinë e jetës së saj, martesën dhe ndarjen me bashkëshortin. Është nëna e një djali, në fakt tregoi pa komplekse dhe pa dorashka të gjithë jetën e saj, dhe pse shpeshherë e pyeta nëse kishte gabuar me bashkëshortin, ajo tregoi që nuk ishte gabuar në asnjë moment, por ishte lënduar nga të gjitha mashtrimet që ai kishte bërë gjatë martesës së tyre. E dashur Sose, dua të pyes, momentin që nisi jetesën tek nëna, besoj ka qenë e vështirë për ty. Kush u kujdes për ty dhe për djalin? Një 2 vjet kisha nënën. Pas e vetë, se nëna ime ndroi jetë në 2011. Pas 2 viteve të ndarjes ti e humbe nënën? Po. Ngushëllime, më vjen keq. Vetë kam shumë. Kam punuar me 5.000 lekë ditë, ajo kam ardhur vërdalla. Në Vlorë nuk theshe do se nuk ishe shtëpi? S'kisha shtëpi. Ka futur nimpin e tij ai atje, djalin e vllajt, s'kam shtëpi. Por ajo shtëpi ti e zbulove ishte e burrit tënd, apo nuk ishte e burrit tënd? Unë atje ndenja 2 vjet, tek ajo shtëpi. Më mori në Itali, hidhe shtëpinë në emrin tënd, nda hedhim thosh. Por nuk e zbulova asnjëherë në pronësi të kujt ishte ajo shtëpi. Ma kishten që kisha shtëpinë e vllajt tia Kazmiri, po ai thosh nuk ngjitesh dot në përshkall, edhe e mora unë dhe. E bleu ai. E bleu ai. Por pse nuk i kërkove që pas ndarjes ti të shkoje në Vlorë, të jetoje me djalin në atë shtëpi? Po nuk vajta se thash ai ka... U ndava nga ai dhe ka ndruar bravën, si të vinja kot. Se nëse ti do kishe pranuar e dashur Sose të bëje divorcin, që nuk e ke bërë ende divorcin,
gjykata do vendoste për kujdestarinë e fëmijës dhe ai baba do jepte edhe detyrimin ushqimor. Dhe ti nuk ishe pse e vetme me shumë sakrifica që ke vuajtur të siguroje para për fëmijën e vetme kur ai kishte edhe një baba. Dhe pas divorcit ti mund të bëje edhe një tjetër gjyq për ndarjen e pasurisë dhe ajo shtëpi mund të ndahej dhe ti sot Nuk mund të ndaj kishe shtëpia një se kish në emër të vllajt ai. Nuk ndante shtëpinë. Ai i kishte dhënë lekët vllajt, por certifikata vazhdonte të ishte në emrin e vllajt. Nuk e di çka ka bërë me lekët, po më tha e kam bler 4 milion. E qartë, e kuptova. Por shtëpia ishte në emër të tia. Të vllajt. Edhe unë nuk mirja dot se e kishte në emër të vllajt, nuk mirja dot pasuri atije. Djali e ka kërkuar babain kur u nda përfundimisht nga babaja iku në Itali dhe ti u ktheve në Mallakastër? Jo, nuk e kërkonte. Vetëm kur e mirte vetë ai fliste. Të pyeste ndonjëherë djali për babain? Mua po pse do më pyet se ai fliste vetë? Mirë në telefon, i ai pja Jo, djali. kur ai u rrit, besoj, të ka pyetur ndonjëherë pse ndolli divorci mes Jo, e di ai. Është E ndjeni di, ka për dëgjuar. është ndjeni për gjithçka. E di, është një ndjeni. Sa vjeç ka qenë djali juaj në momenti që shkëput çdo lloj kontakti me babain? Që shput nuk foli me telefon? Po, në telefon. Nuk e di. Gjukur u ndam, fliste ai po. Sa vite foli? Pas ndarjes sa vite foli zotria me të birin e vet? Nja 3 vjet fliste ai pa pushim, fliste gjithmonë e mirte ai. Pas 3 viteve u shkëput. Pas vajtin shkollë, nuk e di. Kur ai E krijoi një pyetja ke folur, na njëherë thosh kam folur, na njëherë thosh jo. kur ai krijoi një marrëdhënie të re, një familje të re, atëherë u shkëputën kontaktet e babait me djalin? Kur u martua ai, mori një 2 herë, që foli dhe djali me gruan e tia. Po. E ka marrë italian, fliste italisht ajo. I është martuar me një shtetase italiane, Po. po? Ai, më fal, po? Edhe i tha djali do vi aty. Me mamin, jo tha ai. As u zvi, tha çuni. Kaq, nuk e di se si. Ti nuk e ndryr asnjëherë në marrëdhënien babe-bir. Jo E asnjëherë. ke lënë djalin të lirë, të Të flasi me babain e Fliste. vet sa herë të doj. Edhe me xhaxhallarët se kur erdhi një herë ai nuk donte djalit t'i takonte, e mora e çova atij i takoj, nuk e kam ndaluar. Por pasi u shkëputën këto kontakte, djali nuk tentoi asnjëherë ta kërkonte babain? Jo, Ai nuk ka dashuri për babain? s'ka. Dhe mua më vjen keq që një djalë është rritur pa dashurinë e babait dhe nuk ka dashuri për babain. Ka motra dhe vëllezër nga babai? Ka, janë 5 motra 5 vëllezër. Jo, babai është martuar me shtetasen italiane. A, nuk e di. Nuk keni informacion. Jo, s'kemi informacion. E dashur, sose jeni 55 vjeçë dhe sot jetoni me djalin, por ti nuk vendose të martohesh e kur. Kur? Jetën ja dedikove djalit. Po. Sot ke dalë në pension, apo Jo, s'kam dalë në pension. kush kujdeset, le të themi sot, për financat e familjes tuaj? Jeni ju që punoni me djalin? Unë s'punoj do të mena shi, po punon vetë çuni. Gjendja juaj ekonomike nuk është fort e mirë? Jo, Vetëm me rrogën e djalit. po, Dhe të ardhurat janë të pakta. të pakta. Konkretisht në çfarë vendi të Mallakastrës jeton? Fshatin Romës. Institucionet aty nuk të kanë ndihmuar? Jo. Kur ishte pa mbushur 18 vjeç, djali vajti kërkoi ti punë në Ballësh për mua, se vetë ish i vogël. Po kish kërkoj të dhe për vete, ata i kishin thënë roja na puset. Unë se lash do të vinte të punonte natën roja na puset. Meraku i një nëne, e Po, qartë. nuk e lash të punonte andej. Të vinja edhe vetë, nuk më leverdisje se do vinja me fugona lart e poshtë, do mi hante fugoni. Kjo zvajta. E dashur sose, ju kërkoni ta bëni divorcin me burrin, por nuk keni, le të themi, Po, para. po. Ne do mundohemi nëpërmjet zyrave që operojnë falas, që ju marrin përsipër për ta bërë këtë divorc, por përpara se të falenderoj që të pata në studio, dua që ditën e sotme të përcjellësh një mesazh për institucionet e Mallakastrës, të cilat ti kërkon të ndihmojnë. Situata në cilën ti ndodhesh nuk je fort të mirë dhe ky është qëllimi i gjithçkaje që ti ke nevojë për ndihmë. Kush është mesazhi që do përcjellje? Unë mesazhi doja një shtëpi se kam
Po më ka rënë 2 dhoma. Ti jeton të shtëpia e vjetër e nënës tënde. Po. Edhe ka rënë 2 dhoma edhe ajo është gati ajo tjetra. Unë se bëj dot, djali më punon sa për të ngrënë. Uroj që bashkia e vendit ku ju jetoni të na dëgjojë për të ndihmuar për ndërtimin e asaj dhome ku ju jetoni, pasi gjithçka është shkatëruar dhe jeta juaj është në rrezik në një shtëpi e cila, le të themi, ka përfunduar fatkeqësisht si një kasolle dhe kushtet nuk janë fort të mira për ty dhe për djalin. Ne do mbetemi bashkë në kontakte dashursose. Uroj dhe shpresoj të të ndihmojmë. Faleminderit që të pata sot në studio. Faleminderit dhe juve. Dhe uroj të bëhet më e mira dhe qofsh nëna më e lumtur. Faleminderit. Mirë dashur miq, me historinë e Soses, kësaj 55 vjeçare nga Mallakastra, kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë. Ne do të kalojmë në reklama, do rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe këto minuta televizive do ja kushtoj personave të humbur, persona të cilët janë denoncuar nga familjarët e tyre dhe kërkojnë ndihmën e ekranit të Report TV me shpresën për të marrë ndonjë lajm, ndonjë informacion. Do e nis me historinë e Erion Bregut, një 41 vjeçar nga Skrapari, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e tij në 24 maj të vitit 2024 nga Greqia dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Erion Bregut. Një histori që është trajtuar gjatë studion e Mësoni pa gjurmë, por fatkeqësisht dhe pse familjarët dyshojnë se diçka e keqe mund të ndodhur me fatin e tij, ende nuk është gjetur një gjurmë qoftë për mirë apo edhe për keq për historinë e 41 vjeçarit. Por kush është historia e Erion Bregut? Dua të prezantoj një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Erion Bregu është 41 vjeçar nga Skrapari, i cili rezulton një humbur për familjen, që prej datës 24 maj të vitit 2024, babai i 2 fëmijëve u largua drejt Greqisë për të punuar dhe telefonatën e fundit e realizoi nga një fshat i Larisës me 2 vëllezërit e tij. Po fliste shumë fjalë shumë të çrregullta, po fliste fjalë më të ndryshmet që nuk ekzistonin. Por vlla juaj ka pasur probleme përpara me shëndetin e tij mendor përpara se të kthej në Greqi? Jo, në shëndetin mendor përpara nuk ishte. Kohët e fundit që kur iku në Greqi, mbas një muaj e gjysmë, filloi të shqetësohesh. Pas kësaj ngjarje, të treguar nga vetë 41 vjeçari, telefoni i tij u fik. Sipas kushurirës së tij, Erioni punonte tek një shtetase greke, ku kjo e fundit i kishte siguruar ushqimin dhe fjetjen, por ditët e fundit para se të humbiste, ai kishte shfaqur disa probleme. Ka vajtur tek një greke, ka shkuar ajo e ka marrë. Kur e mori kjo në makinët e kishte kuptuar që nuk ishte mirë. Kishte problem të shëndetit të tij mendor. Po. Ti ku e mori kjo 15 ditë ishte ky Spartak Mushaj. Aty ku u njoh me shqiptarin tjetër. Me shqiptarin tjetër. Po. Aty pastaj kishte konfidencë me ata për pune, kur kam folur unë me Erionin. Po që i kisha kuptuar dhe vetë që nuk fliste siç duhesh, siç fliste më përpara. Dhe e gojoste vetëm shqiptarin që më rre shqiptari. Toni ishte shumë punëtor, e dëgjonte. Ai rrinte, nuk bënte punë dhe detyronte këtë tonin për të bërë punë. E shfrytëzonte. Po. E qartë. Ky ja kthente përgjigjen, ai ndoshta nuk donte, unë vetë atë Spartak Mushën nuk e kam takuar. Gjatë transmetimit të datës 23 korrik 2025, kushurira e të humburit, Ermelinda, dha disa informacione të rëndësishme për momentet kur Erioni është larguar pa lënë asnjë gjurmë. Pronarja më mori në telefon mua dhe më tha që Erion Bregu e kishte lënë telefonin në tavolinë. I kishte rënë me këtë kishte folur herën e parë, kishte folur me mua. Dhe më tha që nuk ndodhet Erion Bregu, ka ikur në orën 11 të natës. Kishte qenë gjithë ditën në punë, e solli pronarja në orën 10:30 në shtëpi. Dhe kishte shkuar në shtëpinë e saj, Erioni rrinte në kat parë, pronarja rrinte kat tret. Dhe në orën 11 se kush i kishte thirrur. Për jashta, Erioni ishte brenda. Se kush i kishte thirrur dhe kishte dalë. Këtë gjë ka dëgjuar vetë pronarja. Vetë pronarja. Po, se hapëm kamerat. Por nga kamerat e sigurisë që keni hapur, keni arritur ta identifikoni kush është ky person? Jo, se ka qenë natë dhe nuk e jep qartë. Por duket një person... Duket zari që është zërburri që ka thirrur.
Kjo është historia e Erion Bregu dashurmiq, i cili pas një konflikti që pati me shokun e tij, kolegun e tij nga Përmeti, u largua dhe humbi çdo lloj kontakti me familjen nga Greqia. Ju bëj thirrje çdo shqiptari që e njeh Erion Bregun, ka informacion, qoftë dhe anonim, të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi familjarët ende janë në kërkim të 41 vjeçarit. Do të kaloj në këto momente në një suplement ushqimor, dua të prezantoj një këshill mjekësore, bëhet fjalë për prostatolin dashurmiq, një suplement i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në problemet e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi sërish bashk live. Jemi sërish bashk live për të vazhduar me pasaportën e fundit televizive që kemi përgatitur për mesditën e sotme. Do të jemi në kërkim të 22 vjeçarin nga fush Arza e Pukës, Enkrist Kola, i cili është larguar nga banesa e tij në 13 shtator të këtij viti dhe drejtimi është i paditur. Jeni duke parë foton e Enkrist Kolës, 22 vjeçari i cili është larguar dhe ka humbur kontaktet me familjarët. Fatkeqësisht ky 22 vjeçar ka probleme të shëndetit mendor dhe familjarët janë ende në kërkim, si dhe policia e fush Arzës, por fatkeqësisht nuk është gjetur asnjë gjurmë e tij, dhe pse dyshohet sipas informacioneve që kanë mbritur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë se ky i ri mund të ketë përfunduar në situatë rruge në qytetin e Lushnjës, por ende nuk dihet, ndaj e kemi sjellë sot në fokus që kushdo që është duke na ndjekur mund të na ndihmojë me informacione. Dua të prezantoj edhe historinë e të riut nga Puka, Enkrist Kola, si ka humbur kontakte dhe çfarë dyshojnë familjarët, dhe rikthehemi në studio. Prej datës 13 shtator, familja Kola nga fusharësi i Pukës po jeton ditë të vështira pas humbjes së çdo kontakti me Enkrist Kolën, 22 vjeç, që nga ajo ditë afërmit nuk kanë marrë asnjë informacion për pendodhjen e tij. Në emisionin e kaluar, vëllai i Enkristit tregoi se ai ishte larguar papritur dhe se kjo nuk ishte hera e parë që ndodhte diçka e tillë. Megjithatë, këtë herë familjarët janë tepër të shqetësuar, pasi ditët po kalojnë dhe nuk kanë asnjë lajm nga ai. 18 ditë kanë kaluar. 18 ditë që Nga data 13 shtator. që nuk keni marrë vesh asnjë lajm për vllain. Asnjë lloj lajmi, asnjë lloj informacioni nuk ka fare. Pas qenë larguar herë drejt Tiranës, ka parë, por ka shkuar me furgonë, kthej me furgonë vet. Kurse kështu është hera parë që largohet edhe Ka shumë ditë dhe nuk është kthyer. jo fare. Me datën 13 shtator i bjeshëm në telefoni se dola ta kërkoja, se normal, u shqetësova se nuk kanë në shtëpi. Dola ta kërkoja gjithë natën qytetit, kam ndenjur deri ka ora 2-3 natës. I bjesha telefonit, i shkoke thira dhe thjesht ma mbyllke. Atë ditë nuk kam qenë në shtëpi, kam ardhur në darkë vonë nga ora 9:40 e darkës. Vjen te shtëpia dhe nuk e gjej vllajën aty, më thot babai kështu. Thot. Nuk ka ardhur vllai, ka dalë që nga ora 7:30, tha nuk është këtu. Po thash po pse, si ndodhi? Tha thjesht më ka thonë kështu, jam detyruar tha sa është ardhur me mpreti burr. Edhe tha pyetja kush është ai burr, tha nuk e njeh tha. Pas ka pasur nga problemet e shtetit me dorë, po nuk ka qenë shumë i rrezikshëm për komunitetin. A kupton? Nuk ka qenë i dhunshëm, agresiv për komunitetin. Nuk ka qenë me ilaç, a kupton, ilaçet. Mjekoj. Merrte medikamente. Po nuk ka qenë në atë mënyrë sa mos ta dije sa të thonë, sa thot. Sipas vëllait, Enkristi ka qenë një djalë i vetmuar, që nuk kishte shumë shoqëri. Gjendja e tij emocionale dhe shëndetësore është përkeqësuar veçanërisht pas vdekjes së nënës, rreth 6 vite më parë, ngjarje që e ka prekur thellë. Ka qenë pak e rënduar, me thënë drejtën. Kur themi i rënduar, si ta kuptojmë? Rëndum pak me veti, i vetmyllur më shumë, a kupton? Kishte shprehur ndonjë shqetësim? Jo, fare. Fillën mbas vdekjes së nënës time. Ka filluar më përkesu, a kupton, sa thonë në ato momente pas 5-6 muajve dorë dhon lëvizja jo shtetit dhe ishte kërcyer vetëm baba në punë dhe ma merr meja se mund e ka përjetuar shumë. Shtrydh me veten edhe a kupton. E ka përjetuar shumë keq. Familjarët nuk përjashtojnë as mundësinë që 22 vjeçari të jetë rrëmbyer, madje edhe shprehin frikën se ai mund të mos ndodhet më në Shqipëri. Ata u bëjnë apel autoriteteve dhe qytetarëve që nëse kanë ndonjë informacion për të riun, të kontaktojnë menjëherë policinë ose familjen. Tash pa, duke marrë parasysh atë që ka thënë, edhe duke marrë parasysh se një pjesë kamera nuk funksionoi dhe ça nuk e japin, unë mendoj se më ndjen një rrëmbim. Më ndjen një rrëmbim dhe momentalisht s'më ndjen këtu në Shqipëri. Fare.
Edhe për Krist Kolën dashur miq, u bë thirrje nga studio e emisionit Pa Gjurmë, kushdo që ka informacion, kushdo që e ka parë është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë ose të njoftoj policin, pasi ky 22 vjeçar ka probleme shëndeti mendor dhe ndoshta mund të jetë në situatë rruge dhe ka nevojën ndihmën e çdo qytetari të bëjmë të gjithë bashkë për ta kthyer në shtëpi. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish, ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë nga Hana në të premte live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.